Unë ku marrë 3 muaj para veçitare, 7 muaj dhe 10 muaj para veçitare. Idris, shek ta le punxën aty. Punxët po bien. Bele, keni këto në rreth me. Hajde rëni mbret të këti duan. Që që budu? Muani çuo. Ja, vai. Nie dy. Nie dy. Traj të dy. Recep. Ka qerit kanë? Selim, Hacı Selim, Herçka. Baba se lemrat. Herçka shkoj me njërin. Ma pa që duhet, Herçka. Po un kom. Namin. Ma. Namin. Selam aleikum. Alaikum.
وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلامة على المؤمنين وسلامة خلفاء الراشدين وآلهم والحمد لله رب العالمين الفاتحة.
Acil ol, acil. Acil ol. وتيقظت أيضا عيون نامت عيون الخائنين وعين نجمك لا تخون نامت عيون الخائنين وعين نجمك لا تخون مولاي في سجود نفسي فلم ترى وهي ترسخ في سجود وهي Së pari ju përshëndesim për pjesëmarrjen në këtë ceremoni solemne në lëshimin e xhamisë së re në fshatin Prem. Ju përshëndesim me fjalën islame Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Ftojmë imamin Kemalin të këndojë një hashere. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم
استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم. Tani më lejoni të përshëndes në emrin tim personal, në emër të bashkësisë lokale të fshatit Prem, në emër të bashkëfshatarëve të fshatit Prem, iniciatorëve për ndërtimin e xhamisë së re. Së pari përshëndesim miftiun e miftinisë së Gostivarit, Haxhi Shaqir Efendim Fetaun dhe falimderojmë për pjesëmarrjen. Përshëndesim miftiun e miftinisë së Kërçovës, Haxhi Murat Efendi Husenin me bashkëpunëtorët e tij. Përshëndesim gjithë bashkëfshatarët e fshatit Prem. Përshëndesim pronarët e ndërmarrjeve ndërtimore në komunën e Osllomes. Përshëndesim mediumet lokale, Gurën, nëse o dhe Uskanën, gazetarët dhe të gjithë të pranishmit që marrin pjesë në këtë tubim madhështor. Përshëndesim përfaqësuesit e komunës së Osllomes dhe të gjithë kryetarët e bashkësive lokale të rrethit të Kërçovës. Përshëndesim gjithashtu edhe imamët e xhamiave të rrethit të Kërçovës. Tani më lejoni në pika të shkurta të sqaroj për iniciativën, kontributin dhe falinderimin në lidhje me ndërtimin e këtij tempulli fetar. Është më e lehtë të ndërtohet një tempull i këtill në vende të mëdha dhe etnikisht të pastërta me popullat shqiptare, muslimane. Kurse ne si vend i vogël, i banuar me popullat, si dhe etnikisht të përzirë me popullat shqiptare dhe maqedone, e kemi pasur shumë të vështirë të ndërtojmë një xhami. Kjo iniciativë ka ekzistuar qësh më herët, por gjithmonë kemi hasur në pengesa nga sistemet e ndryshme dhe organet shtetërore dhe mas si pasojë dhe vendi që nuk ishte i përshtatshëm për ndërtim. Por fal ndihmës së Zotit dhe ndryshimit të sistemit, apo saqish ndryshimit të ligjit për ndarje territoriale dhe decentralizimit lokal, e veçmas me ardhje si kryetari komunës së Osllomes, zoti Fatmir Dehari, i cili na mbështeti dhe na motivoi me lejimin që këtë xhami ta ndërtojmë në pronën shtetërore
ku më parë ishte pronë e shkollës fillore që ekzistonte në fshatin tonë. E falenderojmë shumë dhe i dëshirojmë shëndet, jetë të gjatë dhe në ahiret Zoti është përbleft me xhenet. Iniciatori i parë ishte njeriu i palodhshëm për të punuar për çdo iniciativë për ndërtimin e fshatit, si dhe për ndërtimin e kësaj xhamie, me çka u ndryshua edhe historia e këtij fshati. Për ndërtimin e kësaj xhamie, haxhiu i parë dhe i vetëm i këtij fshati, Zoti Destan Huseni, edhe pse i moshuar, kur nuk u lodh duke u angazhuar si më punë, ashtu dhe me udhëheqjen e punëve të kësaj xhamie. Po ashtu këtij personi i dëshirojmë jetë të gjatë, shëndet dhe Zoti e gradoft me xhenet në hajret. Kontribut të veçantë në ndërtimin e kësaj xhamie kanë dhënë fshatarët e fshatit Prem, banorët e fshatrave të rrethit të Kërçovës, mërgjimtarët e diasporës, ndërmarrjet ndërtimore të komunës Oslomes, si dhe shumë vëllezër musliman nga anë mban bota, të cilit i falenderojmë shumë dhe Zoti i shpërbleft me të mira në këtë jetë, kurse në ahiret me xhenet. Sikur të mos ishte një motër muslimane e cila ka shprehur dëshirë të mbetet anonime, vështirë që mund të vinte deri te ndërtimi i këtij në këtë objekt. Kjo motër muslimane me mjete financiare financiojnë në ndërtimin e minares së kësaj xhamie me vlerë prej 25.000 euro. Të cilën e falenderojmë në veçanti duke i dëshiruar shëndet, jetë të gjatë e prifte mbara në këtë botë, kurse në ahiret Zoti e gradoft me xhenet atë dhe familjen e saj. Kaq kishim në lidhje me kontributin, iniciativën dhe falënderimet në lidhje me ndërtimin e kësaj xhamie së re. Tani e ftojmë iniciatorin për ndërtimin e kësaj xhamie t'i drejtohet masës me një fjalë përshëndetse. Zotin Haxhi Destan Huseni. Selam alaikum e rahmetullah barakatuhu. Vllazën shqiptar, muslimoj, që gjenden në këtë vend, që ne jetën në këtë vend xhamin në fshatin Prem, u falenderojmë për pjesëmarrjen e juaj edhe punëtorët që kanë punuar në këtë vend. Edhe kush ka dhënë kontributin të katungjeve jonë në fshatrave, ashtu edhe jashtë kufinit, ne u falenderojmë me zemër e me shpirt. Se me të vërtet, kjo xhami nuk u bë shumë kollaj vetë, po u bë me përshëndetjen e shqiptarëve. Kjo xhami nuk ka regjistruar hiç vetëm përpara 300 vjetëve, kohën e turkut. Sot e shohim xhamin duke para nesh, ama prap nuk jemi bindur se është e jona. Vllazën të dashur. Vllazën të dashur dhe motra, shok, miq. Zoti u fal xhenetin gjithave ata që kanë marrë pjesë. Ashtu do me thonë edhe që aje motra juën shqiptare, që ne ajboni minoren 20 metre. Ajo nuk e beson njëri, po vetëm momi ka një paret në dorë, Zoti e përbleth me xhenet gjithë familjen e asaj dhe ata ashtu ma të botën këtë botë. Rrofshit që kënjerë, faleminderit, miru pashëm. E falenderojmë
Zotin Haxhi Destan Husenin për fjalën përshëndetse. Tani e thirrim ta marrë fjalën miftiu I miftinisë së Kërçovës, Haxhi Murat Efendi Husenin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولمن تبعه إلى يوم الدين. Të nderuar vëllezër musliman, të nderuar të pranishëm, u përshëndes me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Në fillim, falenderojmë Allahun xhalleshanuhu që na I bëri të mundshme të takohemi këtu në këtë vend, në këtë fshat, përpara këtij Bejtullahu që gjinde tu afër nesh, që sot do ta lishojmë në funksionim dhe inshallah të vazhdoj deri në ditë të Kiametit. Të nderuar të pranishëm, më lejoni që në emrin tim, në emër të muftinisë së Kërçovës, në emrin të kolegëve të mi që gjenden prezent në këtë vend, në emrin tuaj, në emrin e qytetarëve muslimanëve të fshatit të Prenkës, Këshillit për ndërtimin e kësaj xhamie, e veçanërisht në emën të kryetarit për ndërtimin e kësaj xhamie, Haxhi Destan Husenin, që mas pari të përshëndes prezencën e muftiut të muftinisë së Gostivarit, Haxhi Shaqir Efendi Fetahun, me bashkëpunëtorët e tij, I cili njëkohësisht prezenton në emën të Reis Ulemas, në emën të riasetit të Bashkisë Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë. Pra, përshëndes edhe gjithë pjesëmarrësit tu në këtë vend, duke e lutur Allahun xhalleshanuhu që t'u japi çdo të mirë në këtë jetë, nga begatit e ati të pakufishme, ndërsa inshallah për pjesëmarrjen tuaj, Allahu xhalleshanu në ahiret të shpërblet me xhenet ja Rabbel Alamin. Allahu xhalleshanuhu në Kur'anin Azimushan thot: Esta'idhu billah bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun dhe ma tunfiku min shay fa inna Allahe bihi alim. Sadaka Allahu l'azim. Wa kale Resulullahi sallallahu ta'ala aleyhi wa sallam: As-sakhiju karibun min Allah, karibun min an-nas, karibun min al-janna, dhe ba'idun min an-nar. Sadaka Resulullah. Të nderuar të pranishëm, Allahu xhalleshanuhu në këta jetë të Kuranit Azimushan thot se neve asesi nuk mundemi t'i mbërrim mirësitë e Allahu xhalleshanuhu, në qoftë se nuk harxojmë në emër të Allahu xhalleshanuhu atë që dëshirojmë mas së tepërmi për veten tonë. Pra, le të jenë ato harxime, dinar, deviz, apo argjent, apo çish dhe qoftë tjetër, çka dëshirojmë mas së tepërmi për veten tonë, për ja që harxojmë në emër të Allahut, atëherë ta dim se do t'i mrrim kënaqësitë e Allahut xhalleshanuhu. Dhe çka harxojmë në emër të Allahut, ta dim se Allahu xhalleshanuhu atë e din, atë e regjistron, dhe ata harxime Allahu xhalleshanuhu I shumë fishon. Dhe inshallah Allahu xhalleshanuhu atyre të cilët harxhun për ndërtimin e kësaj xhamie, të holla apo dikush
ka thënë ndoshta dhe Ari, e dikush diçka tjetër, e kanë thënë mund njerëzit Allahu i shpërbleft, Allahu dhash të mira këtu e në ahiret Allahu me xhenet inshallah. Pejgamberi alayhi salam në hadithin që e përmenda thot, për gjymertin, për atë që harxhon në emër të Allahut xhelle shanuhu, thot pejgamberi alayhi salam, ai është karibu min Allah, është afër Allahut xhelle shanuhu. Ai është afër njerëzve, ai është afër xhenetit, ndërsa ai është larg xhehenemit. Për atë e lusim Allahun xhelle shanuhu që në këtë formë, si e ka tregu Muhamedi alayhis salam, ata që harxojnë për Allah, të jenë afër Allahut, të jenë afër njerëzve, të jenë afër xhenetit dhe larg nga xhehenemi. Dhe për atë të nderuar të pranishëm, temën për vlerat e xhamisë, funksionimin e tyre, kemi muftiun nga Gosivari do t'i prezanton ato fjalë. Unë vetëm kishe një fjalë përshëndetse, disa fjalë që i fola këtu në lidhje me sevapin e ndërtimit, edhe atë shumë pak, dhe kështu nuk më metet në diçka më tepër të zgjerohem, vetëm që në emër tim si mufti, në emër të muftinis dhe në emër të gjithë kolegëve mi këtuni, u auroj, u përgëzoj për këtë xhami dhe dhasht Allahu xhelle shanuhu që kjo të funksionon, kjo të heshon këtë vend këtu, se kjo është hera e parë në historinë e këtij fshati që të ndërtohet këtu një xhami dhe Allahu xhelle shanuhu i shpërbleft që të gjitha me të mira në këtë jetë dhe në ahiret me xhenet, e në veçanti e lusë Allahun xhelle shanuhu që Haxhi Destanin që ka dhënë mund shumë të madh. Ka dhënë mund shumë të madh dhe çdo herë mund ka thënë edhe para 5 a 10 viteve, Murat, si të buajmë sa jem gjallë, du të ndërtuaj një xhami në fshat këtu, ja që Allahu e mundsoj dhe Allahu xhelle shanuhu sot na të buaj që ta lishuem në përdorim. Inshallah të takohemi në kështu vende, në kështu momente ma shpesh. Vesselamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Falenderojmë miftiun e miftinisë të Kërçovës, Haxhi Murat Efendi Huseinin. Tani kemi nderin dhe respektin që e kemi prezent në mesin ton, miftiun e miftinisë të Gostivarit, Haxhi Shaqir Efendi Fetaun, dhe thirrim ta marrë fjalën për shëndetje. Rahim. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم. وقال رسولنا صلى الله تعالى عليه وسلم في حديثه الشريف: أحب البلاد إلى الله مساجدها صدق رسول الله فيما قال. Falenderimet I takojnë vetëm Allahut fuqiplot, krijuesit të gjithë shkafit dhe bëmirësit të pakufishëm. Salavatet qofshin mbi njeriun më të zgjedhur në historinë e njerëzimit, mbi pejgamberin ton të dashur Muhammedin alayhis salam. Kënaqësia e Allahut qoftë mbi të gjithë ata besimtar që kaluan para nesh me iman të paluhatshëm, e në veçanti mbi shokët ashabët e Muhammedit alayhis salam, të cilët nuk e kursenin as mendjen, as trupin, as pasurinë e tyre, që të shpjegojnë dhe praktikojnë Islamin, e në veçanti të jenë në shërbim të ndërtimit të xhamive. I nderuari mufti I muftinisë së Kërçovës, Haxhi Murat Efendi Huseini, i nderuari kryetar I Këshillit Iniciativ Haxhi Destan Huseini, të nderuar fshatar të fshatit Prem,
të nderuar përfaqësues të komunës, subjekteve politike, shoqatave të ndryshme, dhe të nderuar dhe të respektuar miq, mysafir dhe dashamir, më lejoni që të shprehi përshëndetjen time të sinqert islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vëllezër të dashur, duke hyrë në fshatin tuaj dhe duke parë këtë xhami gjigante, më shkoi mendja e paska ndërtuar në mënyrë fantastike, po me siguri janë ndonjë fshat i madh. Mirë po, kur ndigjova prej kolegëve të mi se janë vetëm 20 shtëpi, mu desh vetëm ta them subhanallah. Subhanallah thuhet në momentin kur s'ke përgjigje. S'mund ta kuptojsh dhe këtë ja le vetëm Allahut xhelleshanuhu. Dhe thuhet i lartë madhërishëm është Allahu xhelleshanuhu. Mirë po duke folur të tjerët u mundova ta gjej përgjigjen. Si kanë mund këta 20 shtëpi ta ndërtojnë këtë xhami? E para, me siguri, është imani i paluhatshëm tek Allahu xhelleshanuhu ve xhelle xhelalu. Dhe ata që kanë iman te Allahu fuqiplot nuk janë të rahatshëm derisa në vendin ku jetojnë nuk e shohin xhamin me minare. Ky është argumenti i parë. E dyta, organizimi i jashtëzakonshëm i këtyre 20 shtëpive në krye me plakun e urtë dhe shumë të guximshëm, Haxhi Destan Huseinin, i cili me autoritetin e tij është dashur pikë së pari t'i bashkojë zemrat e këtyre 20 shtëpive, të fuqizoj trupin dhe shpirtin e tyre, t'u jep guximin që kjo punë duhet të niset dhe me ndihmën e Allahut të përfundoj. Dhe këtë e pash sot në praktik. Askund nuk është tradit që të merr nderin dhe fatin ta udhëheq programin e një xhamie arsimtar i mirëfillt, që do me thënë se në këtë xhami kanë marrë pjesë të gjitha strukturat, ata fetare, kombëtare, intelektuale, duke u lidhur në besim tek Allahu fuqiplot. Kjo tregon vetdijen e lartë të popullit ton, që dikur ka qenë e shkapërderdhur, që dikur ka qenë e ngatruar, dhe ja sot elhamdulillah kemi arritur të jemi të përbashkët dhe unik në projekte të ndryshme, qofshin ato fetare, kombëtare, intelektuale, shkencore e kështu me radhë. Andaj nuk habitemi kur xhamit e sotit ngadalë po e marrin rolin e xhamisë së Muhamedit a.s. Xhamit e sotit e thrasin besimtarin të fuqizoj lidhjen me Allahun xhelleshanuhu, e thrasin besimtarin ta dot vendlindjen e vet dhe gjuhën e vet, e thret besimtarin ta ndërtoj ardhmërinë e vet, qoftë atë fetare, kombëtare, shkencore, e thret atë të jetë në shërbim, ashtu si që në shërbim të xhamis, të jetë në shërbim të rrugës, në shërbim të shkollës, në shërbim të universitetit, në shërbim të njerëzimit
dhe në shërbime të ndryshme. Andaj kjo xhami, vëllezër të dashur, insha Allahu Teala do ta ketë edhe këtë obligim. Shpesh herë na i numrojnë xhamit, të tjerët na i numrojnë minaret, po ne ju themin nga ky vend, xhamia është e Bejtullah, shtëpi e Allahut Gjelleshanuhu. A çdo shtëpi e Allahut mbjell dhe përhap tolerancë, mbjell humanizëm, mbjell paqen, mbjell dashurin ndaj njëri tjetrit, mbjell dashurin ndaj njeriut, pa marrë parasysh ku i vendi, feje, race i takon. Andaj xhamia është qendër e lulëzimit të njerëzimit në përgjithësi. Vëllezër të dashur besimtar, të jeni të vetëdijshëm se keni bërë një vepër të madhe, keni bërë një qendër të Allahut, një qendër ku do rrotullohet krejt aktiviteti i fshatit dhe më gjërë, dhe do të jeni krenar me këtë që keni bërë. Dhe unë e di se jeni krenar, sepse dikur, kur hapej xhamia, shihnim vetëm disa njerëz të moshës së vjetër, sepse ashtu ishte koha. Sot është e kënaqësi, në hapjen dhe ndërtimin e xhamive, kemi të gjitha strukturat, prej atyre politike, shoqërore, pastaj shkollare, student, arsimtare, profesor, njerëz të zanatit dhe bizneseve. Kjo është ajo pasuria më e madhe që ne e kemi. Andaj, ne do të vazhdojmë të jemi në këtë shërbim, sepse në këtë shërbim do të japim kontributin ton të duhur. Më lejoni t'i them edhe disa fjalë. Shihni sa e bukur është kjo xhami. Kjo tregon se në kokat e këtyre njerëzve që i takojnë Islamit, kanë mendjen e tyre që këtu ta kenë ardhmërin kështu të bukur, qoftë në atë politike, qoftë në atë ekonomike, qoftë në atë intelektuale, qoftë në atë shkencore e kështu me radhë. Kur e shohim forcën e kësaj xhamie, tregon vetdijen e lartë të këtij populli, se ne do të lëvizim në të gjithë kontinentet, ama forcën tonë do ta përqendrojmë në këto vende ku kemi lindur, ku jemi rritur dhe ku duhet të jetojmë. A themelet e kësaj xhamie, kaq të fuqishme, tregojnë se ky popull nuk e ka ndërmend ta mendoj ardhmërinë e tij jashtë vatanit dhe jashtë vendlindjes, dhe se do t'i mbrojnë me aktivitetin e tyre, me humanitetin e tyre, me tolerancën e tyre, me paqen e tyre, me dijen e tyre, me formimin e tyre. Fuqishëm këto troje duke ratave që vinë. Pra vëllezër të dashur besimtar, më lejoni më në fund të citoj ajetin e Allahut Gjelleshanuhu. Le mesgjidun ussise ale taqwa min awali jaumin e haku an të kume fihi rijalun juhibbuna an yatataharu wallahu yuhibbul mutatahirin. Xhamit ndërtohen për devotshmëri, për ta pastru trupin, për ta rrit vetdijen ke Allahu Gjelleshanuhu. Në te do të falen njerëz të cilët dëshirojnë të pastrohen, ta pastrojnë zemrën e tyre, trupin e tyre, shpirtin e tyre, ta pastrojnë mendjen e tyre, vetdijen e tyre, të dinë të tashmen dhe të ardhmen e tyre. Wallahu yuhibbul mutatahirin. Allahu i don ata të cilët dëshirojnë të përmirësojnë vetvitin e vet, dëshirojnë të pastrohen, të jenë të kthjellët për detyrat e tyre që i kanë në kohën në të cilën ata jetojnë. Muhamedi alayhis salam ka thënë: "Ahabbul biladi ila Allahi masajiduha." Vendet më të bukura, vendet më të mira janë xhamit të cilat ndërtohen në për vende të ndryshme. Andaj vëllezër të dashur, ju keni ndërtuar xhami
për të qenë kjo në shërbim të të mirës suaj të përgjithshme dhe më gjerë, por në të njëjtën kohë keni fituar lidhjen e fortë me Allahun Gjellëshanuhu. Sot Allahu ju të thot me lekve, o me lek, a e shihni kush është njeriu? Ju që një ditë më thatë pse krijon njeriu? Ja kush është njeriu. Për hir timin e jep krejt pasurin për xhami, e jep 20.000 euro të ndërtohet minareja. Ky është ai njeri që dikur më kritikuat. Vëllezër të dashur besimtar, jam tepër inspiruar dhe kam shumë të flas. Nuk do ta zgjas më tepër. T'ju them të drejtën dhe të vërtetën. Ndoshta nuk do të kisha rastin të jem sot këtu. Po ja që Raisul Ulema i Bashkisë Islame në Republikën e Maqedonisë marë parasysh se ndodhemi në hyrje të muajit të Ramazanit dhe në të gjithë Republikën ka obligime që të zgjidhen që të futemi në muajin e Ramazanit në të gjithë Maqedoninë ashtu siç duhet. Dhe me keqardhje të madhe që nuk mundi të prezentoj, ma dha fatin dhe nderin që unë ta kem këtë kismet dhe këtë kënaqësi që unë në fshatin Prem të jem ajti them disa fjalë për këtë xhami. Pra më lejoni që në emër të Raisul Ulemas, Haxhi Sulejman Efendi Rexhepit, në emrin tim personal, në emër të gjithë muftinive në Republikën e Maqedonisë dhe në emër të gjithë besimtarve, e them të gjithë besimtarve se çdo një besimtar, kur ndigjon se hapet një xhami, me njëherë freskohet shpirti dhe trupi i tij. Pra në emër të gjithë besimtarve, t'ju urojmë këtë vepër të madhe, këtë vepër që e keni kryer në praktik me zemrat dhe pasurinë e juaj. Allahu i shpërbleth të gjithë ata që e dhanë pasurinë e tyre, të gjithë ata që e dhanë mundin e tyre, të gjithë ata që e dhanë fjalën e tyre, po i shpërbleft bile edhe ata të cilët heshtën nuk i bën dam ndërtimit të kësaj xhamie. A unë në fund lusë Allahun Gjellëshanuhu që kjo xhami të jetë vend ku do t'i bëjmë ibadet Allahut, vend ku do të duhemi në mezveti, vend ku do të përhapet toleranca dhe paqja, vend ku do t'i afroj të gjithë njerëzit dhe dhashti madhi Zot të na i bëj kabul këtë vepër të madhe. A ju fshatarët e Premët, lumt ju që e paski Haxhit Destan Huseinin, dhashti madhi Zot të kemi kështu aktivist si ky, po të kemi edhe kështu rinista dhe kështu qytetar si që janë njerëzit dhe besimtarët e fshatit Prem. Ju falenderës shumë, lillahi l-Fatiha. Falenderojmë miftiun e miftinisë Gostivarit për fjalët miradije që na i prezentoi këtu. Gjithashtu mos harroj se në fshatin tonë jetojnë edhe popullat maqedone, të cilët i falenderoj shumë për pjesëmarrjen me mjete financiare në ndërtimin e kësaj xhamie. Tani ftoj miftiun e miftinisë së Kërçovës, Haxhi Murat Efendi Huseinin të shpërndajë disa dhurata për këshillin e xhamisë, Haxhiu Destanit si iniciator i parë për ndërtimin e kësaj xhamie dhe një Kur'an që do ta lojë në shërbim të xhamisë së re. Mas pari, do më lejoni që një Kur'an nga ana e muftinisë që adhuruem kësaj xhamie që të lexohet nga imami dhe nga të tjerët që din të lexojnë dhe inshallah të lexohet dhe të praktikohet. Pra i adhuroj Haxhi Destanit për xhami. E dyta dhurat apo mirënjohje përsëri është për vetë kryetarin e këshillit për ndërtimin e kësaj xhamie,
Haxhi Destan Husejnin e ka një mirënjohje dhe një Kur'an që është vlera më e madhe, pra është fjala e Allahu Xheleshanu. Kjo është për juve, Haxhi. Dhe një mirënjohje kemi për këshillin e ndërtimit të xhamisë, edhe këtë urdhno Haxhi Destan. Hajde, mirë. Hajde, ulime. Dhe tash ndoshta para se kalova, ditën e xumos është dita e parë e muajit të Ramazanit dhe shfrytëzoj rastin që të va uroj erdhjen e muajit të bekuar të Ramazanit Sherifit, muajit më të vlefshëm, muajit që zbriti Kurani Azimushan. Në këtë muaj e kemi edhe agjerimin e muajit të Ramazanit, kështu që dhashtë Allahu Xheleshanuhu që këtë muaj ta presim për shumë më të jetë të lumtur dhe të gëzuar, dhe dhashtë Allahu Xheleshanuhu që me lehtësi t'i bëjmë ibadetet gjatë këtij muaji, dhe dhashtë Allahu Xheleshanuhu që në fund të gjitha ibadetet që i bëjmë në këtë muaj, Allahu t'na i pranojë, t'na i bëjë kabul dhe t'na shpërblet me xhenet ya Rabbel Alamin. Falenderojmë miftiun e miftinisë së Kërçovës për shpërndarjen e dhuratave dhe mirënjohjeve. Tani ftojmë imamin Shefik Azizi të këndojë një ashere. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العلي العظيم. Falenderojmë imamin Shefik Hazizi për këndimin e kësaj hashere. Si informacion, ajo motra muslimane që e finansoi minaren e xhamis ka shpreh dëshirë që ezanin e parë në këtë xhami ta thirrë nipi i saj Etem Tingo, i cili gjenden mesin tonë dhe përshëndesim dhe falenderojmë. Tani ftoj miftiun e miftinisë së Kërçovës, Haxhi Murat Efendi Huseinin të bëj duan për lëshimin e kësaj xhamie të re në fshatin tonë. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي أمر خليله ببناء بيت الله وخصص بعمارة المساجد من آمن بالله ووفقنا باقتفاء آثار رسل الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي وعد بيتا في الجنة لمن بنى مسجدا لله وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله اللهم اجعل افتتاح هذا المسجد ميمونا ومباركا وسببا لاتحاد قلوب المؤمنين ووسيلة لازدياد الفيض وأداء الصلاة مع الراكعين اللهم آت أجرا جزيلا لمن أعان وسعى في عمار هذا المسجد والبيت العاكفين ووفقنا بزيارة بيت الحرام وروضة الرسول رب العالمين واحشرنا تحت لواء الحمد مع الشهداء والصالحين اللهم انصر من نصر الدين وأيد الملة الإسلامية في خدمة دينك بإجراء شريعة رسولك الأمين على مقتضى أمرك العالي في كتابك المبين بحرمة جميع أنبيائك والمرسلين اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم انصر الإسلام والمسلمين شرقا وغربا يا رب العالمين
اللهم قهر أعداءنا وأعداء الإسلام والمسلمين. تقبل الله منا هذا الدعاء كما تقبلت من الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Tani eftojmë miftiun e miftinisë së Gostivarit bashkë me Haxhi Destanin të presin shiritin e kësaj në të xhamie të re. Dhe ju falimderit dhe u takofshim në lëshime të këtilla. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Dilni përpara me kamerë. Höjni kamerat med höjni. Press i fara. Hajde. Höjni kamerat. Zeni, veset bëni sajfet presin gjela gjallë që ka se zonë. Aja më qanë nasa një fjetë në Hajde, shekni ju me kamerën të hajde. Që është të barë. Allahu Ekber. أشهد أن محمد
محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر هاي صلاة سنة اللهم صل على محمد
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم أنت السلام ومنك السلام
Qetër ditë. Kryetara se një ditë e morë ato të Qitëm të hongë të të sejtë. A dilë para? Shohat ka mirë pak se mua hëtë të kekën, a qysh? Ma, krejtë ke tjirë. A ditë zuli heftaj. Aj ma shpare. Ka në të zgjurimet e egzufshin. Hik një pjatë të resat. Resat. Bravo, parecchio. Po unë ata këtë të kona për kjo. Unë me në kështu të vitë me atje.
Snimajnë e malën nasë. Da Filip, alla kabul. Vamos a chamar ele.